punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Dhe kjo është o asmerë se po e diskutonim vlla. Do të thënë neve jemi një të organizuar ku 3 qamedi vlla. Jemi të organizuar ku 3 qamedi sepse kemi 1001 arsye për të organizuar, kemi 1001 arsye për të lënë dividencat nga njëri tjetri, që e ndryshon azmeri nga gashi, por kemi 1 miliard arsye për të bashkëpunuar me njëri tjetrin për të vendosur shpatullat, sepse tani më është e dukshme që është luftë midis brezave, brezi vjetër i politikës, që përfshin dhe të rinjt, që janë pjesë e politikës vjetër në mentalitet, dhe neve që nuk kemi hajdut me çizme o vlla. Por ka shumë shpend si ne të dy, që patjetër e gjejnë veten në këto që ne themi, në mënyrën se si ne jemi munduar të shkojmë te qytetarët. Detyra jonë tani është që për 2029 valla të jemi një forum që t'i bëjmë gjithë bashkë. Pra t'i mbledhim gjithë të mirët bashkë, por jo në formën klasike të partive politike, sepse kjo nuk ngjit me, nuk të vjen njëri me, nuk voton njëri me, se kanë boll parti. Pra janë rreth një 57 parti në Republikën e Shqipërisë dhe nuk ka nevojë për një të 58. Duhet krijuar ajo që ne kemi diskutuar bashkë dhe ti e ke thënë me të drejtë, tavolinën rrumbullakët vlla, ku të jenë të gjithë të barabartë, secili të përfaqësoj fushën e vet. Për shembull, unë njoh sektorin energjetik, do flas për sektorin energjetik. Shpendi është kafsh për debatet politike në studio televizive me këdo, pra s'besoj se ka frika skend në debat, që mund ta marri para me argument. Dikush tjetër mund të jetë shumë i mirë në sektorin mjekësor, pra që njeh problematika, se ne të dy mund të hamendsojmë me sa të njohim nga jashtë, po do dikush që është brenda, që e di ku janë problematikat, duhet dikush tjetër që e njeh bujqësinë shumë mirë. Pra unë personalisht jam nga fshati, them ato shqetësime që unë di, por nuk jam pjesë e sektorit bujqësisë, ekspert që të them zgjidhje. Dhe kjo do ishte ideale, dikush për peshkimin, dikush për sportet, dikush për arsimin fillor, e gjitha me radhë, dhe në këtë lloj forme ne do shkonim ndryshe te qytetarët. Pra, dhe jam i bindur që kjo është ajo që ne duam, kjo është ajo që qytetarët dhe shqiptarët duan shpesh. Sepse janë lodhur me këto patetizmat, unë jam kryetari i partisë, unë jam partia dhe të gjithë o burra mbrapa meje. E kupton se unë kam çelsat, unë kam buxhetin dhe kur them unë çonin kem, gjithë në kem duart trokist. Pra ka ikur kjo, po. Mua nuk më bëhet një korelacion logjike vlla, nuk më lidhet diçka logjike. Pse? Tema jone sotme është ferma artistëve, para vetëm me show. Po të marrim rastin pa dashur fare se nuk jemi ne të dy për gjykuar formate televizive, ato janë sukseshme, vazhdojnë para, prodhojnë, gjenerojnë reklama para, janë sukseshme, vlla, duhet t'i heqësh kapelen, nuk merremi fare. Derisa pacientët e marrin supën, vlla, s'ke çaj thua. Ideja është ka ndodhur një fenomen i ri. Ajo s'është e re, po fenomeni për mua Mozameti vlla është mendje shumë e madhe. Ka ato problemet e veta, atë thjeshtësinë e vete, ndoshta ka 1001 probleme psikologjike të vetat që i takojnë asaj si shka mund të mijat e ti tuat, por që nuk do të harrojmë që në 88-ën ka marrë çmimin e parë për poezi në Europë, kupton? Në Sanremo, mos gabofshëm. Pra, unë e mbaj mend pak më vonë shpend, unë e mbaj mend në 2001-shin. Ka kandiduar Mozameti në kombinat, përballë se
Tani relacioni midis kohës dhe personit që nga shumë interesant dhe për çuditë fatit ka pasur përballë Monika Kryemadhi në kombinat, ku është opinioniste kjo në një format tjetër sot, që po pastron imazhin e saj aty dhe shumë mirë bën. Pra, derisa gjen këtë popull, pse jo? Kushdo të ishte do ta bënte dhe bravo i qoftë. Dhe në atë kohë kjo ishte bashkëshortja e kryeministrit. Ilir Meta ka qenë kryeministër në ato vite. Dhe populli vlla normalisht shkoi drejt gruas kryeministrit. Ishte moza, mund të ishte shpendi, mund të ishte Azmeri, kushdo nuk fitonte dot, s'ka shans. Sepse ishte, le të themi, e destinuar që të fitonte bashkëshortja e kryeministrit kushdo të ishte përballë. Sepse njerëzit patjetër duan më të fortin dhe votojnë atë që mendojnë se do fitoje. Pra, dhe ku jemi sot? Ne jemi përballë faktit që zonja Kryemadhi shkon çdo javë në SPAK për të justifikuar çantën që i blen nusës kushuririt 12.000 euro, ndërkohë që kushurit tanë nuk na vinë me as për lindje, as për fejesa, as për vdekje. Që lum kushurin që e kanë, pra që blen një dhurat vogël 12.000 euro. Dhe nga ana tjetër kemi Mozën, e cila është bërë një fenomen në rrjetet sociale, Moza këtu midis nesh ka qenë. Por qytetarët gjejnë veten shpesh. Pra sepse aq në krizë është media sot, sa po ti jesh real, pra ti jesh i vërtet në ato që bën, njerëzit do të dashurohen me ty sepse gjejnë veten, sepse jemi në një botë ku të gjithë janë falso, të gjithë hiqen ata që nuk janë. Dhe absolutisht kjo është një merit dhe bravo i qoftë për atë që po tregon. Së fund ditës ajo ti e the me drejtë, ajo ashtu ka qenë gjatë gjithë jetës saj. Pra një person real dhe pse jo dhe ta fitoj atë formatën, se me sa pash para se të fillonin bashk, më duket ishte 200.000 euro çmimi. 200.000 euro të gjithëve do t'i bënin punë. Po prandaj e kam bë këtë pyetje. Se unë e kam dëgjuar në këto reelsa që hidhen në Instagram, se na dalin, që kjo zonja Ahmedi Moza tha, po ne jemi gjithë pa buksa ta, qa? Tër jetën ton kena luftu me mbajt një emër, me poezie, me gjithë, se cilin në rafshin e vet, u pa puna që me artin tonë nuk prodhojmë më. E duhet me përshow. Faktet shpend janë kokëforta. I ndjeri Koçot e Volle vdiq me qera. Po, është e tmerrshme. Kollosi ai vlla. Tano Banushi. Madje i ndjeri, më vjen keq ta them, arriti sa u mor edhe me narkotike. Pra imagjino një artist kolos që të merret me punë të pista, i bie që nuk ka parë zgjidhje tjetër në këtë Shqipërinë tonë të vogël për të dalë nga mjerimi. Dhe kjo është e tmerrshme. Dhe sot çdo gjë është kthyer drejt marketingut, është kthyer drejt rrjeteve sociale dhe fenomeneve që një ditë bukur ti je i panjohur dhe ditën tjetër nëse ti je i vërtet, thua realitetin, je me këmbë tokë, ty të nje e gjithë Shqipëria dhe të vlerëson. Pra, kjo është ngritur, por për qytetarët unë ka vetëm një pirje që fëmijët e tyre të mos i orientojnë drejt le të themi Big Brotherit edhe këtyre fermave. Se këto janë raste 1 në 1 milion. Pra, ti orientojnë drejt zanatit dhe drejt shkollës. Sepse jo të gjithë mund të jenë Moza, Meti apo të tjerët kush janë. Pra duhet të marrin një zanat se në fund ditës, pra edhe këta të tjerët që janë le të themi në këto formate, nuk do t'i njohi kush, se një është ai që fiton, nuk fitojnë të gjithë. Ja nëse më pyet mua, unë rrallë i shoh këto, por më thua kush ka qenë ose një pjesëmarrës te Big Brother 7-8 se janë bërë shumë ato, pra absolutisht nuk e di. Pra edhe të gjithë që po na dëgjojnë, pra këto janë le të themi momentale. Pra, ajo që ngel është vepra reale dhe konkrete për vendin. Pra,
kolosët shqiptar, patriotat, le të themi themelusit e shtetit shqiptar, rilindasit, ata do jenë për aq kohë sa do ketë shqiptari. Ata do kujtohen ndër breza, kurse këto janë momentale të gjitha. Këto të gjitha do të zerohen një ditë. Pra si e fiton këtë famën, le të themi, nga hiçi, ashtu edhe e humbet. Por me sa duket brezi i ri këto do. Pra këto shiten, këto shesin. Shikoj, unë dua ta shikoj në një trajt tjetër antropologjike. Sipas teje, a është vrar arti në themel për aq kohë sa artistët nuk prodhojnë dot më art, por prodhojnë show, konsumatorizëm, që të fitojnë disa të holla. Cilët artistë e ke fjalën shpend? Ata që u bën palme pushtetin për të shembur teatrin? Cilët artistë e ke fjalën? Ata që dalin nga hiçi investitor strategjik? Pra 10 milion euro apo 20 milion euro e resort, ku i gjetet ti më zotri? Po pse të tjerët me zi mbyllin muajin, të njëjtën punë bën ti, të njëjtën punë bëj unë. Unë me zi mbyll muajin, ti 10 milion euro investitor strategjik. Lekët e kujt po pastron? Çfarë i din shqiptarët këta budallënj? Jo, që i di budallënj i din për aq kohë. Këta kanë probleme valla me njëri tjetrin. Ai ke parë artistët si zihen për një rol në teatr aty, shahen me listë shtëpie. Pra, është le të themi lufta brenda llojit. Këta nuk bëhen bashkë valla për problemet që i shqetësojnë këtyre. Sot i s'ke teatr në Tiranë. Sa prej artistët kanë ngritur zërin, po kanë frikë se humbasin ato role që marrin. Pra si në çdo fushë tjetër, edhe arti sot është kthyer le të themi kapçatkavësh. Edhe arti është kthyer kush ka lidhje të forta politike, ai merr le të themi rolet në shfaqje, në teatr, koncerte, të gjitha me radhë. Pra një lloj si bujqit që nuk bëhen bashk aty dhe i hedhin ato domatet, na mbushin dhe kanalet me domate, e njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e artistëve. Pra që të bëhet art vlla, ti njerë duhet ta kesh mbushur barkun plot. Arti nuk bëhet me bukë me vete dhe pa lek. E bën një herë, dy herë nga pasioni, po ditën tjetër s'ke fuqi se je i pangren. Nuk të del ai zëri aty në shfaqje dhe në skenë. Pra, këtu është problemi. Dhe për këtë arsye një pjesë janë të detyruar, po ti shikosh një pjesë të aktorëve, nga halli janë kthyer bëjnë reklama në rrjetet sociale. Se çfarë do bëjnë? Pra në fund ditës është qeraja për të paguar, është kesti i kredis për të paguar, a do mbushësh barkun me bukë? Se dakord arti duhet, po në fund ditës familja dhe fëmijët duhen të hanë. Pra kjo është situata këtu te ne, kupton, dhe prandaj këto le të themi shfaqje televizive janë edhe një farë trampoline për një pjesë të artistëve, për të rikthyer në skenë, për të ringjallur, se janë harruar. Shikoj. Pra realisht janë harruar. Vlla, ideja është, shikoj, ne të dy jemi të djathtë mentalitet, jo të djathtë se këtu s'ka djathtë njën. Ajo djathtë që jemi neve këtu nuk ekziston fare. E vetmja gjë që i parafrohet është Edi Rama, po në vektorin më negativ të vetin, është kështu nga këta fashistët alla Pinocheti me junt ushtarake, ky nuk ka junt ushtarake, ka junt patronazhistësh që të marrin erzin. Problemi është vlla që këtu milleti absorbon fekalet televizive që u hidhen. Pra, po të shikosh dy formatet, jam 100% i bindur që kjo ferma e artistëve është shumë herë më cilësore në përmbajtje se sa BB-ja, histeria kolektive. Ku aktorët kanë 5 fjalë në fjalor, ndër të cilat 3 fjalë janë bastard, kurv, pederast. Po sepse tek formati i Big Brotherit, aty nuk ka vipa valla, aty ka përputhësa. Ka që duhen të gjenë burrë dhe grua në rrjetet sociale. Që dhe ajo është show më vete, është fake i gjithë. Po Maria Di Filippi për se kanë shpirë në gjë. Është fake. Unë nuk e di që ti të kërkosh burrë dhe grua në televizor të shpallësh VIP. Qa VIP i jeti në zëtri? Pra, për qa kontributi ke dhe në ti? Ke dalë në televizor? Po dhe unë kam dalë në televizor me shpendin pa fund. Pra, ajsa nuk kemi të kohë i refuzojmë le të themi dalje televizive se kemi dhe punë tona. Çfarë do të thotë kjo? Jemi vipa ne? Qa vipa jemi ne? Pra, qa kontributi kemi dhe ne?
Pra, ne do të jemi me këm tokër. VIP është ai i cili bën çdo gjë deri në vetë sakrifikim për vendin. Pra që është person i rëndësishëm. Ose del në televizor kërkon grua ti dhe burr në qenge VIP, ose se kemi kuptuar ne mirë formatin e këtyre emisioneve televizive, mbase këto quhen në Big Brother VIP e Ferma VIP, që po të hysh aty të bësh VIP, bësh i njohur. Ndoshta. Ha? Ndoshta Mbase është kjo. Ndoshta është kjo. Tani se di, ose mund të jetë kjo tjetra, shpend realisht ata që kanë kontribut, që vërtet kanë bërë diçka në fushën e tyre, nuk pranojnë të bashkohen këtyre formateve. Dhe do mbushet koha televizive, të merr njerëz nga rruga futi, veri emrin VIP, kërcimtare thotë ai, VIP. Tani profesion është. Pra, edhe një mësuese profesion është. Merë më mirë një mësuese, fute brenda të na mësojnë e shqiptarëve rregullat gramatikore, si të shkruajmë pastër dhe si të lexojmë le të themi rrjedhsh. Do ishte më ndershme kjo dhe do kishte më shumë impakt dhe kontribut. E ke vënë re vlla, e ke vënë re që në këto lloj formatesh nuk ekziston libri. Po s'ka libër, ata nuk din lexojnë burr. Ti e kupton, ata nuk dinin kush ishte mali më i lartë në Shqipëri. E kupton ti tani? Nuk din sa shenja horoskopi ka, e kupton që po të pyesësh një sa i lartë është Korabi? 2754 metra më duket, ë? Pra, janë le të themi në është le të themi shpend një ku di unë tani valla, ç'a ti thuash? Dikush thosh është dajti, e kupton? Tani dajti valla, atë shikoni më të lartin, shikon anës dajti. Të mal ka parë. Mirë është mal ka parë valla. Po tani do më thënë, ti thua vlla këta futen vetëm për parade. Do thënë deri këtu ka vajtur situata. Këtu ka vajtur situata. Një pjesë futet me atë idenë që do bëhet më i njohur, do shtohen followersat në Instagram dhe do kapin një reklam. Se jo të gjithë do ta fitojnë. Kjo është ose dikush mendon që mund ngjecim në një emision, të marrin një rrogë në një sezon, diçka e tillë. Pra kjo është e trishtë po, se këtu nuk ka emisione që vërtet duan debat konstruktiv, duan diçka ndryshe e me radhë. Pra, sepse këtë do populli, po të shikosh, është mbushur shpend TikToku, është mbushur, më vjen keq ta them, po e them fix si e mendoj, është mbushur me ignorantë dhe budallënj. Pra që marrin nga 5000 like dhe nga 20000 shikime live në budalliqet që ata thonë. Se nuk thonë gjëra të zgjuara, ata shahen me rob shtëpie me njëri tjetrin. Po. Pra, po mirë, po këta që i bëjmë 5000 veta like, kush na qen nga këta më zotëri? Se kshu i bjedhen. Ishte kapur një botë ti. Ishte kapur një magazin me bota. Me autobota. Po? Që jep një shikueshmëri. Nuk e di e pe lajmin apo jo? Nuk e kam parë, po ferma e di që ka, ferma për like, po, ferma digitale. Do më thënë ishe na 1500 device me IP të ndryshme, ti merr më mirë vesh se sa. Janë telefona, ato janë telefona që është vetëm karta, i vjet kartë SIM, krijon account, hapen adresë emaili, ka pajisje që ti i sinkronizon ato. Dhe het një video shpendi dhe aty të vjen trafiku, të vjen trafiku. Dhe për t'i kuptuar këta se ka VIP-a shumë që blejnë followers aty. Pra dhe për ta kuptuar këtë është shumë e thjeshtë shpend. Shiko sa followers ka filani, 500.000, 300.000, 70.000, 120.000, sta like merr 5 like. Se s'ka paguar ai atë muaj, se duhet paguash, është me abonim ajo, nuk ka gjë. Është me abonim. Po patjetër ti do pagosh tarifë. Sa janë këto abonimet vlla kështu në tregzina i tregon dot se ti mund të marrësh vesh nga këto? Me thënë drejtë nuk e di shpen. Po me nuk e di sepse janë aziatike. Po varet sa janë aziatike, median intime thonë që kanë dhe këto partitë politike, e kupton. Kur vjen fushatat, thonë, me të dëgjuar e kam, nuk e di këtë, por ka një problem. Patjetër ka një problem se mund të vetë edhe unë dhe ti në Bangladesh të paguaj 1.000 euro në muaj dhe ke 10.000 telefona. Sa ti 1.000 euro janë si 10.000 euro këtu. Po ka një problem filtri YouTube-i. Me sa marrë vesh nga YouTube-i që kam da një vit e gjysmë si merren për ditë, është në qoftë se ti nuk e ke të gjithë ingredientët, pra ta kesh të kthyer në English subtitles,
të fut filter YouTube dhe të bllokon direkt. Thot këto janë të blera. Sepse ti nuk je më i zgjuar se sa filtri YouTube-it vlla. Duhet të jesh shumë tanoç me filtrin e YouTube-it. Qëllimi i këtyre shpend nuk është te YouTube-i, se ta influencerat s'kan YouTube vlla. Ta kanë Instagram, TikTok, as Facebook nuk kanë. Instagram, TikTok. Pra, sepse aty duan t'i tregojnë bizneseve, njerëzve që shiko, un kam kaq followers, për të kapur në reklam, për të kapur në gjë. Dhe pjesa tjetër e politikanëve kur janë zgjedhjet duan sa më shumë aktivitet, që njerëzit mendojnë që shiko këtë e do populli. Pra, dhe prandaj hapin nga 500 faqe, ky ministër, ky roje, ky magazinier, pra që vetëm të dali sa më shumë, por kjo ka një problem, se kjo pastaj të kthehet në bumerang, se njerëzit edhe po t'i dalë shumë shpend lodhen, po na mërziti kjo, por njëjtat gjëra ka thot, se kush e di çfarë po thot. Se ti duhet nëse ti del kudo qytetari, ti do t'i vesh ndryshe. Po jo të thuash njëjtat gjëra, se po thet njëjtat gjëra, ai po të dëgjoj një herë, s'ka interes prapë, e kupton? Se këtë bën gabim një pjesë e këtyre influencerave. Pra, nuk duan të thënë njëjtat gjëra kudo, se është gabim kjo, të kthehet pastaj në të kundërt. Dhe ai që ka bërë subscribe të bën unsubscribe ose unlike. Ata mendojnë se janë fast money, dhe faktikisht është fast money o burr. Tani kemi dëgjuar 7.000 euro për një postim o burr. Shiko, janë raste sporadike shpend, që një pjesë i thot për t'i rritur vlerën vetes. Pra, luajn bluff. Pra, luajn bluffin sepse në të gjitha persona që thot ka marrë 7.000 euro, ku i ke deklaruar ti? Krimi financiar, ekonomik, ku i ke ti vlla faturën? Si marrë ti 7.000 euro dhe pastaj po të vej krimi thot jo e thash për kështu, për marketing. Pra janë pa bazë këto të gjitha, por si puna atyre, e ke dëgjuar kryeministrin Rama ti që tha para 3 vitesh në Korçë. Në Korçë po marrin nga 8.000 euro, 10.000 euro në muaj ta studentët, ta punojnë për Amerikën, ça emigrimi doni ju. Filluan të gjithë, do bëni të gjithë IT. E u të ndërkohë që gjysma IT-ve tani janë pa punë. Po. Normalisht, po dëgjosh kryeministrin që të mashtron, ça preti do ke sukses. Pra, nuk di unë të dilte në një ose ndonjë dhën nga tatimet aso kohë që ore janë 100 veta që po paguhen nga 8.000 euro në muaj. Dhe kanë detyrime që pagojnë ndaj shtetit. Kështu po. Lajme titujsh portalesh apo televizionesh. Po këto janë pastaj thjesht propagandë po. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me këta artistat, thjesht propagandë. Që tregojnë ti rrisin vlerën vetes, për të kapur në reklam. Deri këtu ka arritur niveli jon vlla, domethënë që futun në një format televiziv dhe rrit PR-in tënd. Domethënë të dhjefsha shkollën, të dhjefsha dije, të dhjefsha të gjitha. Në shkollë kush po pyet për shkollë po. Pra ata hyjnë aty vetëm të shtojnë followers atë po. E arritën dhe kaq. Po patjetër. Madje në vitet të vazhdim unë mendoj se duhet bëjmë pak pauzë këto formatet se shikueshmëria dhe interesi publik ka rënë, se shikojnë njëjtat gjëra, nuk ngjisin me as këto agjendat e këtyre komuniteteve të tjera, pra kanë hyrë gay, kanë hyrë që janë këto që janë femra, vajza, si quhen. Nuk ngjisin me. Po, transgender. Pra nuk i bën përshtypje me njerëzve fare as këto. Pra mi duket pa interes fare dhe nuk po fusin me dhe shumë mirë po bëjnë. Dhe bazën vitet në vazhdim duhet ta shtojnë pak dozën vëlla, të bëjnë diçka ndryshe si janë formatat e këtyre si modra. Për shembull, se jemi edhe në orë të vonë tani dhe në lejohet të themi edhe në fjalë, si në Brazil apo në Australi që thjesht kryhet dhe marrëdhënie seksuale live në këto formate dhe këto e rikthejnë. Pra nuk do jetë larg dita që edhe në Shqipëri do thonë do të hysh ti vëlla në Big Brother? Po, do të shiftohesh me X-in, me Y-in para kamerave. Dhe shqiptarët, kjo do ketë interes, sepse ne jemi popull i frustruar, ne vdesim për këto, të përgjojmë pas Chelsea aty, shikojmë çfarë bën tjetri. Pra, nuk do jetë larg edhe në Shqipëri kjo. Po bëhet në botë, do bëhet edhe te ne, po ashiqare dhe hapur fare. E di çam shqetëson mua vëlla. Mua nuk më shqetëson fakti që këto ekzistojnë.
mua më shqetëson që janë 400.000 veta që i ndjekin non stop. Llogaritë 200.000 janë bote. Hajde se po t'i quaj 200.000 bote dhe 200.000 njerëz vlla janë shumë. Shumë janë. Me Absolutisht pa janë. një format tillë. Do më Po, thënë, janë shumë. ma tha një aktor që ftova te oponenca. Pse ke vajtur i thashun? Tek ajo kur po i shan. Po. Doja t'isha krenaria kombit, tha. Sepse aty është krenaria, aty është gjithë vëmendja e popullit. Aty doja t'isha dhe unë. E t'isha kuptojën për këtë vlla, domethënë, mua më intereson vetëm vëmendja e popullit, nuk më intereson për çka ke hyrë ti, se ti bën dillin tën, bëj ç'a dush ti. Mua më intereson populli vlla. E di pse më intereson populli, jo për t'i shpëtuar, po ndihem aq fatkeq vlla, për veten, për ty e për të ngjashmit e mi. Sa bëj qa të duash ti e vrin në ujë bën, o zotri. Duhet me dal cullak, duhet me dal si kurvar, duhet me dal si hamshor, duhet me dal si drogaxhi, duhet me dal si probleme me drogën, me femrat, me gjitha me radhë që të krijosh një histori të bukur që njerëzit të mëshirojnë ose të të shajnë, por në të njëjtën kohë, në të dyja rastet, të t'japin vëmendjen e duhur. Dhe për mua kjo është shumë shqetësuese, sepse nesër pas nesër do vinë zgjedhjet vlla. Big Brother dhe Ferm do ketë 27, 28, 29, se këtë punë kanë këta vlla, na bllokojnë neve na 4 muaj me idiotliqe, a kupton? Do vinë 2029, do na dalin në një Luiz ose në një Moza tjetër. Do vesh ti thua ti s'ke ujë. Po m'plasit trapi do thoj, Shikoj shpendin Big Brother. Fare. Po e bën këta, a nuk i martoi Erion Veliaj në Big Brother Luizit që ishin këta. Po. A ishte para zgjedhjeve, a nuk doli Luizi tha, Benet Bece tha, zburri mirë tha, ai tha më futin punë, tha mua tha ça. Po pse tha atë? Po ishin zgjedhjet në Shkodër. Ha? Pra ndikoje një pjesë atyre thanë tha X-i, tha ky, hajde ta votojmë se ky është etaloni i zgjuarsisë. Ky është etaloni i mirësisë. Por ne shpend nëse duam ndonjëherë të fitojmë politikë, vlla, duhet të hyjmë dhe ne këto formate se ndryshe nuk shkon dot te qytetarët. Mundohu sa duash ti dhe unë. Okej, është shumë e vështirë është. Ose të gjetë një formë tjetër, se jam thuaj ti se nuk e di unë, se ç'a do bëjmë më shumë ne. Se kaq që po bëjmë, ç'a do bëjmë më shumë, se unë e di njerëzit presin valla më shumë. Por ç'a do bëjmë? Pra, që njerëzit na dëgjojnë. Po o vllai, s'kishin ujë në fier, nuk kshu njeri valla. Nuk ka interes më vllai, sepse ja bën ti je shumë shumë bazik. Ti po na vjen, po na thua për ca gjona që ne i dim. O idiot, po mos t'ishin ato gjona që ti di edhe s'bën asnjë lloj gjë për ta ndryshuar, s'do isha unë. Do kisha marrë dhe unë reklama, o budall. Pse s'diu me bë reklama, apo flasë më mirë se sa unë, se sa ty këta. Që bëj reklama. Po s'mund t'i bëj dot një ushqimi të helmuar marketing, o vlla. Unë kam bërë tru podcast, nuk mund të marrë krapule. Krapule me vaj palme. Thëm ty, merit mira këto. Kur unë kam tru podcast, truri. E shikon logon e trurit aty, o idiot. Ta një vaj i palmës ta djek ty trurin. A i ushqimi pist ta djek ty trurin. Një pi energjike ta djek ty trurin. Si mund ta marrë unë atë? Se s'mund të vede as t'i dërgoje vllai mesazh, hajde për marketing tek unë, se do të promovoj unë. Se nuk mundesh do të vlla. A kupton? Në qoftë se ne të dy e kemi shar Big Brotherin, qa fucking duam neve në Big Brother, ne të dy? Ne nuk e ndjekim vlla. Atëherë në qoftë se ti pranon dealin, atëherë do thoj, do martohesh me këto kosovaret aty, kjo do bëj si e virgjër, ti do t'i vesh ka pas, do rrini 2 vjet bashkë me njëri tjetrin, do ndajeni pastaj se do krijojmë lajme prap. Unë jam kavja, vlla. Patjetër. Po ka njerëz që e bëjnë këtë deal shpend, se nuk kanë gjë për të humbur, janë askushi vlla. Pra dhe duan të jenë në qendër të vëmendjes pra aq kosa zgjasje, u thon të jetë sa të jetë. Pra po kjo është le të themi, kjo është kalimtare, po kush e kupton? Se një pjesë nuk realisht nuk arrin ta kuptojë, nuk e bën dot dallimin fare.
pra midis realitetit, shout dhe shfaqjeve. Por këto nuk na zgjidhin në asnjë hall. Pra edhe sonde le të bëhet sex live vlla në Big Brother apo te ferma VIP, nesër ne prap nuk do kemi ujë, ne nuk do kemi drita, ne do kemi rrugët me gropa, da kemi naftën 2300 lek. Pra nuk do ketë subvencione atje në fshat për bujqësinë, do i kemi shkollat që do mbarojnë orën 1 dhe ti fëmijët po nuk çove prindrit ose dadot të ngelen mes të rrugës e ti shtyp në makinë. Nuk do kemi pallate me cilësi më të mirë, do rritet çmimi i metrit katror. Pra, edhe nëse ndodh akti, cilësia jone e jetesës është zero vlla. Vetëm ti do hapësh syt aty 5 minuta që do shikosh, le të themi, çai beri ky, si e beri kjo e gjitha me radhë. Pra, dhe kjo do harrohet, do diskutohet 3-4 ditë dhe kaq. Por njerëzit nuk janë të orientuar drejt problemeve reale, por janë të orientuar drejt, le të themi, show dhe gjësë ndaluar që akoma te net flasësh për pjesën e seksit të shturp. Pra, të shikojnë, si e tha ky, çfarë po thot ky. Pra, madje edhe një pjesë do na thot tani pse po e përdorim këtë fjalë, sikur këta nuk janë, le të themi, qenie njerëzore dhe nuk e kryejnë si akt. Pra, prandaj, le të themi, një pjesë e shfrytëzon këtë, sepse kjo shet. Pra, kjo është ajo që shet tek njerëzit. Dhe njerëzit janë thjesht kavje vlla, janë pacient, ose këto i duan vlla. Ai pranon mos të ketë drita, mos të ketë ujë, mjafton që të shikojë një histori romantike në televizor, edhe pse e di që është fake, por po të ketë edhe pak erotizëm, do ndihesh mirë, ky do ta zinte gjumi rahat. Këtu jemi në vitin 2026. Kaq shumë mendon ti se vojnë shqiptarët nga akti i masturbimit? Po patjetër. Kaq të nevojshëm e kanë të masturbohen, nuk kanë fare fantazi. Duhet patjetër me pa ndonjë. Po patjetër që po është. Ti shikon rrjetet sociale. Mjafton të hapësh rrjetet sociale, shikon djem dhe vajza, 20 e ca vjeçar, tani është akoma ftohtë, kanë filluar të zhvishen në rrjetet sociale. Pra, çfarë preti këtu? Pra, shpalosin dijekta, shpalosin profesionin. Hyjnë për emisione që duan të gjejnë burrë dhe grua. Pra, kjo do të thotë që e vetmja gjë që kanë, le të themi fisheku i fundit në jetë, është pikërisht erotizm. Dhe mundohen të marrin vëmendje me këtë. Ore shumë mirë. Por i ke rregulluar gjërat e tjera ti zotëri? Absolutisht jo. Dhe pastaj fillojnë problemet. Se numri i divorceve me sa diun është në muaj shumë i lartë në qytetin e Tiranës. Ndahen rreth 700-800 çifte. Po këta bëjnë dhe nej fëmijë. Pra krijojnë drama sociale gjitha me radhë. E di si më gjanë më kjo vlla Gomorra dhe Sodoma. E gjithë kjo situata këtu. Sepse në momentin që një poete nuk njihet, nuk votohet, po kur del në ferma VIP bëjnë sikur e duan të gjithë, sepse u pëlqen ajo lirshmëria që Moza e ka. Mozës nuk e rruhet fare, ta thot atë gjën edhe bravo i qoftë, se Moza është menje, unë e kam shumë xhan, si nocion filozofik. Për Vis Pupën po ashtu, për Romir Zallën po ashtu, pra janë artist vlla që i kanë dhënë kontribute, si thua, na kanë dhënë pak gëzim vlla, kanë goditur sa fenomene, për shembull, jemi rritur me rolet e tyre, me humorin e tyre, me llambin, me atë si e ka që Visi që bon atë rolin se s'du me të një komuniteti me ngjyrë, se s'du me përdor se ti e di që unë nuk jam, po unë jam racist vlla, se konceptoj dot racizmin fare, unë i shikoj si janë njerëzore. Për Avdiun, luan në rolin e Avdiut që shet hekura e gjitha me radh, Flor Bina nga ana tjetër është po ashtu, domethënë që me atë humorin e vet na ka bë 2-3 goditje si po vete shoqëria. Gent Beko po ashtu, po Genti nga që është vllai im, ja di mentalitetin që ai kur s'ka për të marrë pjesë në këto formate, se s'ja lejon, nuk ja lejon bot kuptimi vet, pa dashur të paragjykoj tjerët. Pra, unë e di shumë mirë që Visi, Romiri, Moza, ndoshta apo edhe 2-3 tjerë aty vlla, kam vajtur për tregu ca vlerat vetat. Edhe faktikisht te kjo ferma, me sa kam parë unë, nuk është plar ndonjëri nga ropt.
që ti thoj ti je kurv, ti je ta njoh dashnorin jashtë, siç ndodh në Big Brother, a kupton? Jo ti je prostitut, jo po ti je kshu, jo po ti je barbon, jo po ti je pler, jo po ti gjitha këto, a kupton? Se niveli Big Brotherit është llum, është përputhen, e theti. Duhet vetëm me u shan nga rop me njëri tjetrin, me u kap me duar, me u dënu, me u bë, erdhi unë lash Bixhozin. Kujt po i plas trapi se leti Bixhozin o vlla, ose ke vojtur ti nga Bixhozi? Kujt po i plas o vlla trapi? Bixhozi është çështje dopamine. Ti ke vrar dopaminën vlla, do me hedh lek, ke adrenalin aty. Shpend, më dhe një ide burr në kokë tani. Po. Se ti e di unë jam shumë momental. Po. Ora kur të vinë zgjedhjet vlla, a e realizojmë dot në Tru Podcastin 24 një muaj të zgjedhjeve vlla, unë, ti, avokati dhe shumë tjerë. Jemi aty live 24 orë. Po. Ë? Po. Edhe kush do tjetër që kandidat vlla, nga çdo parti në të vit na bashkohet. Po. Ë? I kemi mjetet. I bëjmë, e realizojmë dot? I kemi mjetet, një muaj fushat vlla. Një muaj fushat vlla aty. 24. Ora me një telefon të duhet ti e di linkun. Të dërgoj një link vllai unë në studio, ju vetë në terren. Te kjo shkolla këtu po bëhet kjo vjedhje vlla. Ja ku është këtu, janë futur patronazhistët. Se vetmja mënyra ajo është. Po prap nuk ka për t'i plasur ju trapi, sepse duhet ne të dy me u puth me njëri tjetrin, me na thonë që janë gay, që të ndiqemi vlla. Se po the ti mungon uji këtu, te shkolla e baletit, dhe të them unë që mungojnë drita atmosferisht, nuk të ndjek njeri vlla. Ta provoj, unë kam akoma dhe një shpresë vlla te populli jon. Nuk e di, e kam dhe një nga të buron kjo shpresa, ma trego dhe mua, më ku e njëfti këtë shpresën. E di pse e kam. Sepse shumë që i takojmë tek e tek, vlla, na thon bravo çuna, shumë mirë, mos u dorëzoni, mua më thon inxhinier mos u tërhiq nga fieri se. Po, na ke ne. Na ke ne, e kupton? Sa ta kesh ne zëre se e vetëm. Po gjithë si fjalën e thonë vlla, e kupton? Po. Dhe realisht kjo deri diku ma jep edhe një shpresë. Nëse edhe 2029 pastaj na rrejnë prapë, kupton? Pastaj do ndrojmë dhe ne formato, e kupton? Ju tani do flasim për një gjë tjetër dhe ne, e kupton? Analist showbizi, e kupton? Ose komentator futbolli. Bashkë këtu të dy, los në ndeshje dhe komentojmë live. Pasi do na duan më shumë, do na ndjekin. Vlla, ky është probleme. Ky është probleme sepse neve kemi një niche që është politika, që është geopolitika, është sociologjia, është antropologjia politike dhe historike e një populli. Gjëra që janë të parëndësishme sot o vlla. Se e rëndësishme sot është me u puth ai shumë muskuj as pak tru nga Elbasani me atë që fliste dy gjuhën shqipe dhe kosovarçe. Që është si gjirafe dhe është e vendosur, është e impostuar këtu, nuk dia 10 sa operacione plastike ka bëu ajo, zonjusha. Edhe 10 fjalë kanë fjalor kjo, 5 fjalë ka ky. Bashk bëjmë 15 fjalë në fjalor. Dhe unë dua t'i kujtoj njerëzve, një sekondë, dua t'i kujtoj njerëzve filmin Idiokracia, prodhimi 2006-s. Të zgjuarit nuk martoheshin sepse donin me bë karrierën dhe nuk ishin të gatshëm të cilën një fëmijë këtë tokë, budallënjt plenoheshin si minj. Në 2500-ën, viti hipotetik, Amerika ishte në krizë ushqimesh dhe uji, sepse toka u jitej me Gatorade. Kemi krizë bënë. Sepse ishin vetëm budallënjt që shtoheshin vlla. Vetëm budallënjt. Sepse vetëm një budalla e shikon një vajzë, më pëlqejnë sytë e saj, do martohem me këtë. E po, pastaj ndahen ata. Edhe pasi viti ndahet, po. E pastaj zihen aty me rob shtëpie dhe me thika dhe se gjithë na jemi menja. Martohti. Po, ku të martohem? Me këtë martohem. Si të martohem? Të rinë shtëpi me qera. Po blen dot shtëpi një, po nuk blen dot shtëpi, o zotri, ti s'pa me qera. Një fjalë më ka dhënë një mat mua kur jam bë 18 vjeç vlla. Investimi më i madh i jetës tënde do jetë personi që do kesh në krah, jo pasuria. Ajo është pasuria jote, të ngre dhe tul. Edhe unë atë fjalën e babës e kam vathë në vesh vlla. E di sa sy bukura që qeshin bukur e bëjnë sikur të duan një vllaj pa fund. Problemi është kur të shtrëngohet byça që të vë jeta para hallet, e di si shmangen gjitha.
Kjo ndodh kudo është. Sepse si shqiptar fisnik që jemi, ne patjetër do ta delegojmë fajin diku tjetër. Fajin e ka Andrea, kupton? Siç e bëjmë ne këtu. Çdo gjë që ndodh, fajin e ka Andrea i shkret. Dhe fajin e kemi neve. Pikërisht pra, fajin e ke ti. Për çfarë të martohesh? Si të martohesh këtu? Hajde mos se s'na mungojnë as veglat, nuk na mungon as pamja, as emri, as elogjoje për t'u martu. Po bën qeni fëmijë, nuk po bën kemi neve. Problemi është si ta rrisësh atë fëmijën. Je plus një familje e devotshme apo plus një familje që të marton Erion Velia dhe të ndan Toni Gogu. Kjo është ideja vlla. Do më thënë, në qoftë se unë ule me fëmijën time, me gruan time, të shikoj Big Brotherin vlla. Për mua ajo familje ka vdekur, nuk është ekzistente. Për mua një prind që i thot i ke thënë gjitha shpend. Për mua një familje që i thot një baba që i thot vajzës apo djalit vet, shikoje bab se ti duhet edhe ta ulesh tempin, edhe ta ulesh kokën se ka mbaruar si familje vlla. Po ne nuk kemi qenë kështu shpend. Prindrit tanë nuk kanë qenë kështu. Gjyshrit tanë nuk kanë qenë kështu. Kjo është fatkeqësia më, po nuk e kuptoj. E di si është problemi, ne vojmë të gjithë vlla nga mallkimi i Kasandrës. Merremi si idiota budallënj kur themi një të vërtetë që njerëzit nuk duan ta pranojnë, përqeshemi, tallemi, quhemi kosovari, bosnjaku, fshatari, serbi, greku, të gjitha UDB-istat paguar nga ky të paguar, merrem me familjet tona. Jo po ky e ka vjerrin kështu, jo po ky e ka babin kështu, jo po ky e ka pas këtë, ky e ka pas atë, jo gruaja, jo vllai, jo djali. Edhe në fund fare, pasi e shikojnë dekadencën e jetës tyre, vjen te neve dhe thon, po do ti që kishe drejt. Po ti vjen tek unë do ti që kishe drejt kur neve na ka marr muti shalët, si ton shprehës. Na ka ardhur deri këtu fekalja. Po na mbyt. Na ndalojnë në rrugë tek sa i madh që jeti. Hajde bashkohu me mua, po jo po se kam punë. Kam punën për të mbajtur. Po unë s'kam punë për të mbajtur. Unë ta kam thënë kur nuk ishte fieri ujë në 10 orë. Ishin një 10 ditë pa ujë, ata s'kishin ujë për të lënë syt. Edhe më merr një miku im fakt që kam mbështetur, më merr në telefon, unë ta kam treguar, ta kam thënë, po e rithem për këta djegësit tanë që po na ndjekin nga çdo cep i botës. Që i falenderojmë për kohën. Pra zotë valla. Dhe më merr telefonin inxhinier, tha, ishte irrituar me drejt. Ore s'kemi ujë, tha, që 10 ditë burr, duhet bëjmë ne diçka, ne protestë. Ishte mes javë, unë isha në maksimumin e punës, pra familja, detyrimet, gjitha me radhë. I thash, po vlla, dakord jam, i thash, jam maksimumi, po sakrifikoj, po e mbyll 1-2 ditë punën. Por i thash, do përdor rrjetet e mia sociale për ta pompuar si thirrje të gjitha që ta shohin sa më shumë njerëz dhe të ndërgjegjësojnë, por i thash kam një kërkesë, ç'a më tha më? I thash, ora në lekë valla. Duhet në lekë. Ç'a lekë dhe? Po këto banderola do merret leje e policia, ne flet palosje, ne sponsorizim. Pse unë do i bëj gjitha, o lekë s'kam më the. Po tani vlla i thash, unë të vi me karburantin tim nga Tiranë. Të lë punën. E të gjitha me radhë, vetëm unë vetë sakrifikime, kupton? Unë për vete kam ujë në Tiranë, se unë kisha ujë, kupton? Se unë jetoj në Fier. Kam prindrit, po jetoj në Tiranë vetë. Pa. Madje edhe te prindrit kam bërë pus, kam shkuar aty, nxjerr vetë ujë nga toka, s'do pres ujën e bashkisë. Mos e thoj me zë të lartë se të erdhën e ta bllokun pusin. Kështu që u tërhoq vlla. Pra me fjalë të gjithë, se ne jemi popull shumë interesant. Ne, vlla, me komente në rrjetet sociale, e kemi rrezuar një 50 herë Edi Ramën, dhe kemi vrarë një 200 herë Sali Berishën, dhe kemi bërë ndryshimet, le themi një 500 herë në vendin tonë, por kur vjen puna te veprat aty tërhiqemi ne. Si puna atyre që është në një që është fukara dhe kërkohet to fondacione që t'i bëjnë në shtëpi. Dhe po të shikosh komentet, Zoti e ndihmoftë të gjitha me radhë mira komente, ora në euro, valla, sikur të jepni në 1 euro, 1000 lekë të vjetra, i bëhet shtëpia ti po. Zoti e ndihmon, po dhe në lekë valla, do jepni në lekë apo?
Po se konceptojnë Po valla. vjen puna me lek, jo unë, japi shpendi. Nuk e Fol ti konceptojnë. për mua. Nuk e Sakrifikohu ti për mua valla. Pra, kjo është le të themi mundësia se nuk e ndryshon dot Po gjë. shikoja tash vlla, po shikoja tani një koment që na ka ardhur një video jon, ja bën njoni, pamja e shpendit më keq se Kim Jong-unit, keqardhje për Zotin. A kuptoni? Domethënë kur shikon këtë, çfarë ka emrin ky tipi, dalë ta shikoj. Ale mos i bëj reklam, mos e thuaj lere mos. Kur e shikon këtë tipin vlla që bravo, Nëse bëj reklam, gjë vllai, mos nuk e e di vlen. çfarë burri është vlla? Është burr 60 e kusur vjeç. Po pra që i frustruar po. Ota. Domethënë xhaxhit Nuk Drezik nuk i punon sistemi hidraulik vlla. Ja ka var gruaja, edhe tashi është duke u marr me armiq imagjinar shpendit thot Kim Jong-uni. Po ti ishe shpendi si Kim Jong-uni o xhaxh, ti nuk do ekzistoje fare më, do ishe bo qymyr më, do ishe bo dy zgjedhje do kishe. O sapun o shampo. Ta ndaje vetë domethënë, zgjedhje të lirë. Po ti isha unë si Kim Jong-uni, po ti falendero Zotin që s'jam unë Kim Jong-uni, se valla ai preri si puna jote i fusja për përdorim të përditshëm të sapunit ose të shampove. Domethënë, llogaritë pak ça niveli ka këtu vlla. Është niveli, është i urryeshëm. Pend ka një gjë. Kur njerëzit nuk merren me idet, do merren me individin. Kur nuk e kuptojnë dot as individin, do merren me pamjen e tij. Sepse aq kupton ai zotri. Pra, niveli i shoqërisë shqiptare nuk dallon dot sot një video të krijuar nga fillimi në fund me inteligjencë artificiale. Dhe i thon bravo e të gjitha me radhë, nuk e kuptojnë dot. Imagjino tani të përthithin ata këto që ne themi. Nuk i konceptojnë dot e burr. Ai po preti vej ora të shikoj Big Brotherin në shtëpi kur ndarket. A thotë puthi se puthi, futi duart se futi duart. Ti thua tani s'ka ujë Thierja apo s'ka ujë Tirana apo nuk ka parkime apo le të themi ikin dritat apo është rritur nafta. Ku e ka ai vlla, ku e ke ti? Edhe kur të dëgjon ty edhe muaj me këto që themi, do vinte ty do të thotë ngjan si Kimi, do vinte kun thon ku i ke mbjell flokët, se ma thon këtë në për komente. Pra presin. Madje unë pas problem me mbjelljen e flokëve. Ti thjesht e ke pas shkurtra. Zero. Jo, po unë bëra një gabim por ja, prandaj më vjen ndonjëri natë dhe me veten apo. Do ta kisha përdorur tet kapja në një klinik, ti thoja ora më jep një 5000 euro mua. Dhe do thuash ja një mbjellje e suksesshme. Dilja unë atje, e kupton? Do thosha që shikoj, kjo klinika më bëri me flok. Edhe kisha fut një 5000 euro te xhepi, po kur jemi pak naiv ne burr, e kupton? Po jo naiv. Ja, ky është marketingu. Po nuk je lyps më vlla, se kjo është ideja më. Po tani e shpend tu të gjithë kështu kanë vajtur apo? Tu janë të gjithë kap çat kapësh apo? Ore vlla, tani ai nuk merret me këto që them unë. Me shqetësimet që them, po merret me flokët e mia valla. E kuptoni tani? Asgjë fare nuk i hyn fare në vesh. Çfarë thuhet fare valla? Që është rritur çmimi naftës e problemet, por thot ky ka qenë se më kam parë me flok zero që qetja, unë tani me që kam lënë, thot ku i ka mbjell ky, thot, pas ka lek për të mbjell ky, ku i ka gjet lek, kush është ai që ka mbjell? Pra, këto e shqetësojnë vlla, populli jon do telenovela. Pra, dhe prandaj është kjo gjendje këtu vlla, e kupton, është le të themi të merr. Po gjithsesi klinikave, nëse kanë ai mend, më shkruani. Më ka rënë çik mua këtu, po duhet transplant. Mbim vetë, kupton. Më ka rënë çik mua këtu te çafka e kokës nga stresi i madh që më ka dhënë Edi Rama gjithë këto vite, por ne doja dalim. E di se është probleme vlla. Unë e shikoj këtu kur thëm për donacione për shembull, që thëm shkruani donacione, dërgoni donacione, jeni juve investitorët. Janë 600 veta live, sikur nga 1 euro ti e ndihmon podcastin. Atje. Sepse ti je ndjekës. Okej, faleminderit Zotit që ka çuna dhe goca që e kuptojnë vërtet domosdoshmë se çfarë cilësia dhe donojnë. Jam shumë mirënjohës për faktin që ka, se janë të gjithë. Po ka nga këta bajgat vlla që thon, "Ere fillove u bëre lypsti." Po ku jemër debil? O debil, çfarë po të fus dorën në xhepun ty? Çfarë po të bëj unë ty? Po të vjedh. Po të masakroj. Po të përdhunoj. Po në botë shpend kandidatët e pavarur kryesisht fushatat i bëjnë donacione valla.
Unë e mendova me thënë drejtën në zgjedhje vitin e kaluar, por thash më se këta herë po e bëj me aq sa mundem vlla, se do thonë ja po do bëhet dhe deputet ky, po na kërkon dhe leke. Kupton ti tani? Ku është koncepti? Pra, akoma nuk kemi gati ne mendorisht si shoqëri. Pra do duam edhe disa vite. Por kam përshtypjen që kur të vinë këto vitet vlla, që do bëhet ndryshimi i madh që ne e presim, se ne presim tiki klasa e vjetër dhe të vinë të rinj, kam frikë vlla se Shqipëria do të populluar 2 në 10 shqiptar do jenë qifu, do jenë izraelit, edhe 1 në 10 shqiptar do jetë o Filipinas o Bangladeshas, që do t'i shërbej po këtyre kolonëve që do vendosë. Se nuk ka shpjegim tjetër vlla me këtë që po ndodh në Shqipëri, pra po shiten nga 4-5 mijë euro metri katror në përpulla, këto po shiten, kush po i blen këto vlla? Kush do t'i populloj këto? Leje të vu, pra do shemben të tjera, do bën 40-50 kate. Pra nuk ka sens logjik. Pra nesër kur të vi koha nuk do jemi ne do jemi rrugëve të botës, shërbëtor të le të themi vendeve të tjera, dhe këtu në vendin tonë vlla ne do duam vizë të vim. Pra unë shpresoj shumë që kjo mos të ndodhi, pra thjesht deduksion logjik të ngjarjeve që po ndodhin po bëj. Shpresoj që të jem gabim, por logjika më thotë që ka një farë baze kjo që po them. Atëherë pastaj do jetë shumë vonë. E kanë pirë o vlla. Ky popull është i mpir. Edhe ky popull është si punat i drogaxhiut që e di që vua nga varësia ndaj kokainës, po ti çosh një top para është fshes me korrent. Nuk e reziston dot tundimit perversionit më, se mua këtu më shqetëson o vlla. Mua më shqetëson, bëj ban më vlla. Bëj ban o vlla, nuk do ta shohim gashën se nuk më pëlqen. Revolto. Nxirri jashtë loje. Tu përdor Luizi më debil për të fitu PS-ja Shkodrën. O gjë trash. Kaq nuk kupton, cirku nuk kupton. Po lexo pak Perandoria Romake. O idiot. Shiko video në YouTube thoya burr, shndroje pak se nuk lexon njeriu. Çka ka thon Marcus Aurelius për Koloseun? Mileti do cirk dhe buk vlla. Cirk dhe buk. Bukën po e ha aty me borxhe, edhe cirkun që e shikon 4 herë në javë. Ti nuk di se ku çosh fëmijën. Kemi shokët tanë, je ti prind i ri, e gjitha me radhë, të zë stresi ku në qa shkolle dhe qa kopshit a qoj fëmijën pa më krijuar trauma. Ti nuk e zgjidhur traumën e pjellës tënde, mor idiot, edhe vete tani zgjehesh për Big Brother, për ferma. Keti luksin me pa dhe me gjyku tjerët. Ti nuk të zë të meri për të çu fëmijën të në shkollë. Se e qonë fëmijën shkollë të vjen i vdekur, ta vrasin me thike, me gjona, ta rrafin pedagogët e mësuesit e gjithë me radhë. S'ka rëndësi kjo. E rëndësi ka... Një popull që nuk mend... O vlla, është për zotin e shumë vrastare kjo, bërë. Se s'po e bëj as për retorik, as për populizëm, as për asnjë lloj gjë. Shumë vrastare një popull që nuk mendon për pasardhësit e vet, o vllai. Është e tmerrshme, më vlla. Ore, unë dhe ti do ta gjejmë zitën e ikim jashtë. Badja va, fund ditës ikim jashtë. A dhe të bëhet atje ku... A dhe të bëhet atje ku ti je qetë. Po. Do ikësh në Gjermani, do ikësh në Zvicër, do ikësh në Amerikë, kamionin e dim, patentën e kemi, 5 gjona ti ti lidhesh 5 fije ti lidhesh, unë vi pas teje ti mësoj dhe unë ato 5, nxjerrim 70 euro, 50 euro, 100 euro në ditë ja çon gruas shtëpi. I thu na vlla se e nxora bukën. E të ri pronto dhe gruaja. Unë dhe ti e zgjidhim, o vlla. Po këta ç'a do bëjnë? Se këta këtë nuk kuptojnë, o lali. Kemi të gjitha kushtet për metall bythën me këta dhe po zgjedhim të jemi krah këtyre kundër atyre që po tallin bythën me gjithë neve dhe prap jemi ne të këqinjtë, vlla. Do doj dhe ca vite shpendëm, po. Sa vite më, o shpirti. Sa vite më, vllai. Sa vjeç vajte ti, vajte 36. 35. Jo, 34 për 35. Po, 32 për 33 vllai, kur? Po dhe janë 20 besoj, 20-25 vite do dojshme. Do 55 vjeç.
Kur t'jemi në 55 vjeç që dalim pension. 2001-shin kandidoi Moza, jemi në 2026-ën, çka ka ndryshuar nga mundësia e popullit? Monikën e ke prapë, ti nuk e ke në sken. Po. Atë që e shanin. Në 25.000 vite, në 25.000 vite, vlla, banjo për mace. Po. Çan 12.000 euro dhurat gruas kushuriri. Po. Çka ka ndryshuar? Se unë nuk e them kot, do doj edhe 25 vite, vlla. Mund të doj, se mund doj edhe më shumë. Po. Në skenarin më të mirë. Çka ka ndryshuar? Madje po ti je ngjallë këtare. Po këta do i kesh prati për pas 25 vitesh. Në 10 vjeç e di Ramën kryeministër. Presidenta, mbreta, se varet si vjen situata. Pra as një ndryshim do kesh. Ndryshimi duhet të fillojë që sotare. Pra, por ky popull është mpirr, është mpirr, nuk se di çfarë mund të doj një shkundje të fortë, po të fortë fare që të zgjohet nga gjumi letargjik, valla. Se di valla. Nëse vazhdohet kështu, ku di unë. Nuk e di domethënë që ti të bë burim të ardhurash shitja e narkotikëve. Që ti të bë burim të ardhurash prostituimi i trupit të femrave dhe të meshkujve. Që ti të bë burim të ardhurash mania ose transgresiviteti i një populli të tredhur që shikon pas vrimës të Chelsea për të ushqyer demonin pervertiv brenda vetes. Mua kjo është dekadenca, kjo është vdekja e një populli, vlla. Sepse shpend nga një vëzhgim që kanë bërë në rrjetet e mia sociale. Pjesa më e madhe e ndjeksave janë me adresa falso. Po. Pra nëse një shqiptar, një i ri, një i moshuar nuk del me emër, me mbiemër, me fytyrën e vet, por fshihet mbas një adrese falso, tu tani ka dy probleme. E para njëherë është akoma në frikën, se më shikojnë njerëzit se unë jam ai burri apo gruaja kulluar, pra që unë nuk i bëj këto gjëra, unë nuk pëlqej këto, unë nuk shikoj këto, dhe le të themi pjesa tjetër është akoma që të shikoj si e the ti me drejt mbas vrimës Chelsea. Pra nëse një popull nuk ka guxim të dali me emër, me mbiemër dhe me fytyrën e vet, ti çfarë pret tani është? Pra, ky është realiteti fatkeq këtu. Por ne po mundohemi të ndikojmë sadopak tek ata që janë të ngjashëm me ne, që të sensibilizojmë sa të mundemi. Të paktën nesër kur të jemi pensionistë, themi ore u munduam, po sa rritëm do të gjella, e kupton, e bëm tonën, e kupton. Pra, kaq kemi ndorë se çfarë do bëjmë tani? Ti dhe një përpjet. Ky është standardi jonë domethënë. Ky është standardi që të dështojmë me sukses. Si thoshte Churchill. Po s'ke ç'a bën. Pra është e parashikuar që ne jemi dështak. Është e para përcaktuar, jo e parashikuar, e para përcaktuar. Edhe me vullnet lirë kur e mendoj. Se kemi zgjedhur të jemi tillë, dështak. Po ç'a do bëjmë shpenda? Do jemi palë me këta. Se dy gjëra ka. Se di vlla, nuk e di. Nuk e di, po. Domethënë e vetmja mënyrë që të vendosim pikat mbi, e vetmja mënyrë që neve të kemi një kolpo ekonomike është që të vemi dhe të marrim pjesë në këto lloj formatesh. Të bëhemi pjesë e një skenari ku duhet dalin anët tona më terta dhe ti duhet krijosh një histori të bukur, të dhimbshme, shpesh herë të trilluar, për qenë gjithmonë të trilluar. Po, gjithmonë trilluar për qenë në qendër vëmendjes. Po. Pra unë tani duhet t'i vdes prindrit e mi, ose t'i ndaj prindrit e mi, ose të krijoj një histori me tim vlla, që t'i vi njerëzve mëshira për mua dhe kjo lloj mëshire përkthehet në shikueshmëri. Kjo është ashtu bilbil. Ashtu bilbil nënën, a kupton? Kjo është fiks ashtu bilbil nënën vlla. Po, gjithsesi shpend. Mos jep shumë detaje se ta marrin njëri për manual dhe ka gati për vitin tjetër. Po le ta marrin. Plako. Nuk besoj se ka ndonjë gjë që tërheq vëmendjen e të dyve na futan të gjendjen wow. Edhe kjo.
Nuk më impresionon as ty as mua as e logjohet. Më thuaj çfarë duash ti tash. Kur unë shikoj një popull letargjik të vdekur, është i vdekur i pakallur, është popull, është kombi humbur. Shqiptarët nuk e kuptoj që ne jemi kombi humbur. Edhe shqiptarët e kanë të ndaluar në 150 miliard % flasin për vlerat e një kombi shqiptar, sepse janë vetë ata vrasit e partë kombit. 1% shikohet në Kanada Big Brotheri, nuk i plas Eliu Trapi për Big Brotherin në Kanada. Se kanë punë për të bëu ata. As për politikën. As për politikën, as për asnjë lloj gjoja. Për politikën dele ik rritja me 1 cent naftën tje dhe shikonti si digjet qyteti. Ti ke emisionet vlla, televizionet, portalet në Shqipëri nga ora 7 e mëngjesit deri në 10 të darkës. Ore vetëm për politikë çdo ditë kur. Nuk ka një emision që flitet për artin, për librin, për teknologjinë, për shkollën. Pra dhe kur bëhen janë shumë cunguar, e kupton? Pra nuk shesin valla. po këto do populli valla. Pra këto do populli. Dhe është problem. Po nuk e di. Gjithsesi, nuk e di vlla, nuk e di, kjo është fatkeqësia që neve na duhet, na ka rënë për pjesë me luftu, kjo është fatkeqësia që na ka rënë për pjesë me e përballu, edhe kjo është realiteti që neve na ka rënë për pjesë me e analizu vlla. Shikoja, shumica tani kur na shohin do na shajnë. Shumica do na quajnë xheloz. Që merremi jo po shikueshmëria e gjitha me radhë. Nuk është probleme se unë ku ta gjeja që një kanal që promovon libra ose artin e bukur të kishe shikueshmëri më shumë se sa unë s'kisha për ta hap gojen, do thosha shqyr zotit, bile zoti kërkoja bashkëpunim. Po të ketë shikueshmëri, edhe kjo është, pëse nuk e kam me formatin fare, mama, unë e kam me popullin, valla. Nuk hyun tek këta lloj njerëzish që janë marrë në politikë që shikoj se ky popull është viktim. Unë nuk mendoj që është viktim. Po, ky popull është viktim, sepse është viktim e vetes vete, mendjes vet, e ignorancës vet, po. Po nuk është viktim nga politika ky popull, sepse është ky popull, është si puna kur thon burrat tratojnë shumë. Me kë tratojnë burrat? A nuk tratojnë me gra? Tani do thon ca që ka dhe burra me burra, po, kanë hyrë dhe këta kastravecat e detit, që pëlqejnë të shtyn atë që e ka dhënë Zoti për ta nxjerr, po. Burrat tratojnë me gra, bë. Pra, një burr që traton është edhe me një grua që traton. Ky është e the bukur ti, ky është realiteti i popullit të burr. Pra, pasqyra e politikës është pikërisht përfaqësimi më i mirë që i bëhet këtij populli. Se kush i zgjedh ta, kush i voton, se unë habitem. Pikërisht valla. Ai shajnë të gjithë burr, politikanët. Pikërisht. Dhe muajin e fundit kush janë ata që mbushin sheshet, kush janë ata që tundin flamurin, kush janë ata që të shajnë me listë shtëpie nëse ti kandidon kundër këtyre që këta i vjedhin. Po populli është, por njerëzit janë. Ata që vend derë më derë, kush janë? Po populli është. Dhe që nga politikanët e keq? Populli s'pas ka asnjë faj populli këtu. Po jo po se i vjedhin, po mirë vetë. Një pjesë vjedhen, po i voton. Po gjithsesi. Nuk e di vlla, unë thjesht kam zgjedhur bashkë me ty e bashkë me miq tjerë tanë që të bëjmë këtë tonën që mos ta ngeli peng. Domethënë ka vajtur standardi aq grov vlla, sa kemi kaluar tek ajo mos të ngeli peng që se thash. Se ta kërkon vetja, thuhet pakën, mos u bëj ti pjesë e qelpsirave. Nuk kam parë popull me urrëtie më të madhe se sa joni vlla. Të betohet shpene. Nuk kam parë vlla. Me kaq shumë urrëtie. Ka probleme me shoqëria sociale, ka probleme Gjermania, Franca, Italia, gjitha me radhë. Kanë, nuk është se kanë dividenca, kanë ndarje. Po kur bëhet fjalë për të mirën e përbashkët, kanë atë kulturën politike që nuk ekziston këtu që do bashkohemi valla. Gjithsesi shpend ne po e bëjmë tonën, do vazhdojmë në misionin tonë, se ky është mision. Pra, ky është një serial me shumë episode, me shumë sezone. Pra,
shpresojmë që në fund të jetë një fund i lumtur për të gjithë ne dhe për të gjithë pjesëmarrësit, por edhe për spektatorët. Pra që të realizojmë diçka ndryshe. Se sa do t'ja dalim, mbetet për t'u parë. Pra këtë në dorë e ka njerëzit. Ne do bëjmë tonë vëlla. E di si është populli on vëlla, që ti vendosin pikat mbi tani dhe është e fundit fare, se edhe ti se ke punët e tua. Ne jemi në fazën e preadoleshencës pas pubertetit. 14-15 vjeç, ku çdo gjë që na thon prindrit tan, ne e shikojmë me urrëtie. Pra kur ai thot shikoj se ti duhet bësh këtë, se je keq këtu, armiku më i madh është prindi jot, sepse po të privon ty nga e drejta jote për të qenë i lirë dhe të bësh çfarë duhesh. Në këtë fazë jemi edhe neve në raport me popullin preadoleshent. Nuk pranojnë asnjë lloj gjëje që ti thuash për rekuperim, sepse janë ato hormonet e tyre të pas pubertetit, ku janë instinkt, që është perversioni, seksi, frustracioni e gjitha me radhë, dhe i tërheq e bukura nga jashtë, që do të thot paralelisht udhëtimi i Pinokut tek ishulli i ëndrave, ku vajtën të gjithë fëmijët që pinin cigare, pinin bira, lunin bilardo, dhe në fund fare u kthyen në Gomer, në Kriça. Shqiptari këtë nuk po kupton, që çdo gjë që po konsumon, është duke i kthyer në i Gomar dhe në i Kriç. Për pos gjithë dashurisë time që unë kam për kafshën fisnike që është Gomari, që unë e dashuroj. Sepse është kafshë shumë e zgjuar, shumë inteligjente. Është më i zgjuar dhe se kali. Po flasim konotacione negativ. Pra, kafshë për ngarkesë, pra vetëm ngarkohesh për çuar dru apo ku di unë në shtëpi dhe që dhunohesh sepse e kokmushk, si thon atë, e kokgomar. E ka kokën e madhe. Nuk dëgjon. Ky popull po konsumon aq pisliqe vëlla, sa është janë duke u kthyer në Gomer. Ne jemi Republika e Gomerve vëlla. Shpresoj shumë që një ditë bukur të zgjohemi të gjithë dhe ta ndryshojmë fatin tonë. Edhe unë shpresoj që të vijë ajo ditë vëlla, po të jemi edhe neve gjallë kur të vijë ajo ditë që të pakën ta shijojmë. Shpresojmë. Azmer, të falenderoj shumë vëlla. Të pres. Shpendisht e kënaqësi. Të pres të hënën tjetër, si gjithmonë. Si çdo herë. Dhe shpresoj të kemi thënë ca gjëra ndryshe në lemin mediatik në vendin tonë. Minimalisht kemi thënë gjëra që mendojmë vëlla, që i mendojmë vërtet, minimalisht. Pastaj e gjykojnë tjerë ata i pëlqejnë, ai si pëlqejnë, po unë jam shumë i bindur që s'ka për të pëlqyer, sepse shqiptari do që ti përgdhelësh egon dhe jo ti thuash problemin që t'i japi një zgjidhje. Po pak rëndësi ka. Miq, ne ju falenderojmë për kohën tuaj, kudo që jeni. Ju përshëndesim. Dhe mos harroni, te ky numri këtu 06980555554 mund të bëni aplikimet tuaja për ato kurset online dhe fizikisht për komunikim publik, politik dhe leadership, si dhe tek Azmeri në rrjetet e veta sociale, në Instagram, TikTok, Facebook, në qoftë se juve prindër të dashur, po dhe juve çuna dhe goca të reja, të cilët jeni në udhkryqje jete, nuk dini se çfarë po bëni me atë shkollën tuaj, a ja vlen as ja vlen. Një këshillë nga ana ime, që unë ja kam bërë vetes, Azmeri e di, kam një kurs për radianët profesional. Merrni një profesion ose cyteni pak atë, gërvisheni pak atë pjesën e profesionit, sepse në fund të ditës, me këto kohra që kanë ardhur, në fund të ditës me këto kohra që po jetojmë, duhet patjetër me pas një escape plan, një plan dalje, pra në çdo lloj rrethane të mundshme, mund të jesh nga lart, mund të shkosh poshtë, ti duhet të mbietosh dhe një ndër mjetet më të fuqishme ose një nga 3 mjetet më të fuqishme për mbijetesën në një ishull të vetmuar është profesioni. Pra të dish, ti punosh duart edhe trurin që të nxjerrësh para, sepse bota është shumë e madhe dhe bota ka gjithmonë nevojë për profesionist. Kështu që fillo ta marrësh edhe ti një profesion nga një inxhinier i cili është shumë i mirë dhe ju mëson në mënyrë praktike.
jo vetëm teorike. Nuk mësohet historia e llampës, mësohet se si llampat mos digjet dhe ty mos zë korrenti, si ta ndrosh, si ta lidhësh dhe se si mos të bësh mas që të marrësh njerëzit në qafë. Këto i mësoni te High Tech Academy, ku e lektoron inxhinier Azmer Duleviç. Ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen, ju falenderojmë shumë për mesazhet tuaja. Natën e mirë. Mm-hmm.